Unë 23 deri 24 vjeç kam kaluar një nga periodat e mia më të vështira me çrregullimin e ankthit. Edhe me ataket e panikut, po të them një vit unë thjesht nuk kam fjetur gjumë. Domethënë ka qenë ajo po që ka qenë një nga periodat më të errta të jetës time. Po dhe ajo mendoj që më ndodhi që unë të kuptoja që kush jam edhe çfarë dua të bëj. Dhe të gjitha këto biseda që ne bëjmë tani bashkë, apo unë i bëj me njerëzit në rrjetet sociale dhe i ndaj hapur, është se unë kam shkuar në terapist, kam shkuar në psikolog, në psikiatër, kam bërë terapi nga më të ndryshmet online me njerëz të huaj, me njerëz që merren me meditim edhe me yoga. Pra i kam nisur nga vetja ime. Nuk është se kam lexuar 2 libra dhe tani po vite po them shikoj se unë kam mësuar të meditoj dhe të flas për jetën. Jo. Unë jam zhytur shumë keq edhe shumë thellë në jetën time për të dalë pastaj nga aty. Çfarë të shkakton të ankthin ty? Po, ndonjëherë asnjëri nuk e kupton të vërtetën sepse mendoj që janë një kombinim gjërash. Unë besoj që mund të jetë dhe post-traumatike nga fëmijëria, se ti kur je fëmijë përjeton shumë gjëra, po i ruan. E kuptoj. Të ata sirtarët, domethënë thellë të subkonsciencës tënde dhe kur ti rritesh, qoftë një ngacmim i vogël apo një situatë në jetë të nxjerr pastaj të gjithë atë artilerinë e rëndë që ke ruajtur. Mendoj që kjo, në rastin tim mendoj që kjo ka qenë. Pra një vit i the nuk flije. Fare. Kam rënë 12 kg, që unë jam gjaj dobët vetë. Domethënë, të bion 12 kg ishte, po jo në çështën e peshës, po i thjesht nuk isha e pashëndetshme. Po lodhej, mendja po lodhej. Po lodhej, po sërlodhej, domethënë unë nuk flija, unë mezi flija, çohesha tër natën, mezi ushqehesha, domethënë për mua dhe për mamin ajo ka qenë periudhë shumë sfiduese dhe kisha 2 opsione. Ose të zhytesha, ose me një forcë dhe një guxim shumë të madh, të nisja të gjithë këtë punën me vete, me terapistë dhe me shumë njerëz të tjerë, po dhe me libra, porosisja nga jashtë, se doja të kuptoja çfarë po ndodh. Domethënë isha shumë, domethënë ato dhimbjen time, po isha shumë kurioze të kuptoja pse ndodh kjo gjë. Se të ndodhte. Domethënë se s'bën thoya do të ketë një mënyrë që ti del nga kjo. Tani hajde, se ti ose do zhytesh ose do ndriçohesh më shumë. Dola. Dole. Dhe për sa kohë dole, domethënë, që nga terapia, që nga momenti që morë vendimin të shkoje tek një njeri i specializuar për të ndihmuar dhe deri në fund që ti dole, sa ishte kjo periudha? Po periudha më e fortë ka qenë 1 vit, po ka qenë shumë e fortë. Domethënë ka qenë shumë intensive. Ishte realisht shumë intensive. Pastaj ti fillon edhe përmirësohesh, bëhesh pak më mirë, ka ndonjëherë dhe hapa pas. Për shkak ka dhe momente të caktuara që ty fillon të rikthehet diçka, po ti e njeh çfarë është. Dhe duke e njohur se çfarë është, kjo gjë nuk të tremb më. E ti nuk hyn taj cikli, taj rrethje vicioz që fillon trembesh atë ataku i panikut sërish. Ti e kupton, thjesht ndalon, merr frymë. Dhe unë mbaj mend që jam bërë shumë herë më fort dhe me shumë besim në vete, kur kam kaluar atakun e parë të panikut vetëm. Se isha mësuar që gjithë kohës më së shumë të rria me mamin. Si ishte ataku i panikut? Çfarë të ndodhte ty? Të merre frymë si? Absolutisht, po. Simptomat janë, domethënë, ndonjëherë them nga më të çmendura, të duket sikur do vdesësh, sikur bota po mbaron, të merret fryma, gjerës të ftohta, të mpien këmbët, dhëmbët, krahët, domethënë është një cikël vicioz kështu i frikshëm, që thua bota po mbaron, domethënë ti nuk jeton dot më. Dhe kur e kam kaluar atakun e parë të panikut vetëm, kam thënë, okay. Tani ta tregoj qefin ty, se tani e kuptova që kalon dhe nuk do vdes. Se ajo është e frika e ankthit edhe e atakeve të panikut, ajo është ti ke frikë se do vdesësh. Edhe mendoj që një nga frikat më të mëdha që ka njerëzit është që përdore mjekim. Po. Përdore mjekim. Po, kam përdorur mjekim për ndoshta për 6 ose 7 muaj. Sigurisht ajo më bëri më mirë, por nuk mendoj që do më bënte më mirë nëse unë nuk do kisha ndjekur të gjërat e tjera. E kuptoj. Pra të ndihmojnë mendoj, edhe pse jo të gjithë njerëzit janë njësoj, pra e qartë. Do duhet absolutisht një profesionist të kuptojë të tërën. Po nëse unë nuk do ndiqja gjërat e tjera, të kuptoja më shumë veten time, nuk mund të rrim pre e mjekimeve. Çfarë është një gjë që ti e bën me domosdoshmëri tani, që është një mas që ti e merr në pavedije në mëngjesin tënd, që mos të lësh shkas për të shkar prap në ankth? Tërhiqem. Unë jam njeri që e dua shumë tani vetmin, po vetmin e shëndetshme, solitude, i thënë. Po. Nëse për shembull kam ditë të ngarkuara ose javë të ngarkuara,
ose do marr pak orë dhe do iki vetëm diku, do bëj një xhiro me makinë, do shkoj në një vend që ka natyrë, e bëj gjithmonë këtë, kam vënë të mia këto se tregoj janë sekret. Iki ulem te kofën e makinës, marr një libër ose thjesht marr frym në ajër, pra tërhiqem, ose nëse kam pastaj mundësinë të tërhiqem disa ditë, unë jam njëri që edhe udhthe vetëm. Iki diku qoftë edhe afër këtu, flë vetëm, thjesht dua të marr kohën time. Njerëzit që i kam shumë pranë e kanë kuptuar këtë gjë. Pra unë nuk është se zhdukem dhe të them ku jam. E qartë. Unë thjesht them respektojeni faktin që unë kam nevojë të karikohem. Të flas me veten time dhe të rifitoj energjitë që i humba për punët të ndryshme që kemi. Enxhi, çfarë ke bërë gabim në të shkuarën? Një gjë që do ta rregulloje po të ktheshe. Një gjë që do ta rregulloja ose e kam bërë gabim është të mendoja pak më shumë për veten time. E kam kuptuar që kam sakrifikuar shpesh herë shumë gjëra, energjinë time, shpirtin tim, zemrën time, mendjen dhe kohën time, qoftë edhe për shoqërinë, domethënë për njerëz të ndryshëm të jetës time. Edhe kam harruar se sa e rëndësishme është të kujdesem për veten. Se nëse unë nuk marr kohë të fuqizohem, të kujdesem për veten time, unë as nuk do ta kem fuqinë dhe energjinë të kujdesem për dikë tjetër. Dhe e dyta, unë e përmend edhe pak më parë, ideja që, domethënë, jam rritur që e vogël nga shumë dinamika që kam patur në familjen time që unë mund t'i shpëtoj njerëzit. Dhe që unë jam përgjegjëse për lumturinë e njerëzve. Nuk është vërtet. Unë jam përgjegjëse vetëm për lumturinë time. Po u rrita duke menduar që mund të rikthej buzëqeshjen familjarëve të mi ose doja që të rikthej buzëqeshjen shoqëve të mia e të tjerë. Po kur ndaloj mendoj që, ndërkohë që ti po përpiqesh që ata të buzëqeshin dhe të lumturoheshin, ti s'po qeshe për veten tënde. E kuptoj. Enxhi të vogël, çfarë do t'i thoja? Enxhi të vogël tani do t'i thoja që jem e mira. E ke buzëqeshjen me shumë shpirt dhe e di që e kam këtë. E kam patur që e vogël. Dhe do t'i thoja që unë tani jam bërë një njeri që nëse do kisha qenë pranë teje kur ti ishe vogël, do të mbroja dhe do të jepja dashurinë më të madhe të botës. Dhe në fund një njeriu që është në një udhkryq, një vajzë që mund të jetë në një raport toksik, një grua e ngecur në një raport divorci të vështirë, një burr i ngecur me një grua manipulative, fjala vjen, apo me fëmijë problematik, apo me në një udhkryq, nuk do të shkojnë punë. I bëhen këmbët e ketë qartë vetë kur do të shkosh ndonjëherë që zvarr edhe s'do. Pra je në një udhkryq jetë, çfarë do t'i thoje? Tani që besoj ke kaluar udhkryqet e tua. Po, do kem të tjera. Kjo është e sigurt që tash e gjatë. E dim që të cepin na pret një udhkryq të gjithëve. Ka të tjera, po varet pastaj me sa dëshirë dhe guxim të duam që t'i kalojmë edhe t'i hedhim pas krave. Unë do t'i thoya vetëm këtë gjë që ndaloni edhe për shumë pak thjesht kuptoni çfarë po bëni mirë në këtë jetë, absolutisht. Dhe çfarë nuk po shkon mirë në jetën tuaj. Të gjitha ato që ti the. Është qartë. Pyesni veten tuaj pse. Domethënë, kjo jeta që kemi është dhuratë. Ne nuk do rikthehemi më këta që jemi për të bërë këtë jetë. Nuk kemi asgjë për të humbur, mos hiqni kurrë dorë. Nga ëndrat që keni, nga qëllimet që keni, sigurisht të jenë realiste dhe të jemi edhe me këmbë në tokë, se ne të gjithë ndërrojmë edhe fluturojmë, po këmbët në tokë. Edhe e di që do t'i thoja, mos harroni të bëni gjërat që ndjeni, që ju qeshin sytë, them unë, edhe që ju qesh shpirti. Nëse në ndonjë moment shpirti juaj nuk po qesh, ndaloni dhe ndryshojeni atë gjën. Dhe mos harroni të dashuroni. Domethënë, ne mendojmë që jeta është shumë e gjatë, po unë kam përshtypjen që ndonjëherë është dhe e shkurtër. Ne nuk e dimë sa do jetojmë, çfarë do të ndodhë me ne, nëse do jetojmë pas 2 orësh apo nesër apo pas nesër, bëni vetëm gjëra të bukura. E qartë. Dashuroni shumë. Se jetojmë në ca kohë që domethënë bëhet kompromis me çdo gjë. Njerëzit harrojnë veten, po futen në ca qorë sokake, them unë që nuk e din pastaj ku dalin, po mos humbisni kohë. Kërceni shumë, unë kërcej vetë. Dashuroni shumë fort, se i thoni ato gjërat që i mendoni. Dhe nëse e doni dikë, dhe nëse doni ta komplimentoni dhe e vlerësoni, thojeni tani. Nuk humbisni asgjë. Përkundrazi, edhe jeta juaj mund bëhet më e bukur. Tani thojni ati që doni që ju dua. Absolutisht. Të gjithë njerëzit që i duan, do t'ua them që i duam shumë. Enxhi, nuk e di çfarë do bësh ti, por unë të them që ti duhet urgjent të dalësh në ekran, të dalësh në YouTube, se na ka munguar drita jote vërtet, tani që flas me ty edhe që ti flet edhe unë të kujtoj ato mëngjeset që nisja me ju në fakt, edhe ishin shumë të bukura vërtet, pavarësisht të gjithave.
ishte pjesë e një formati shumë të mirë E vërtet. televiziv. Po, edhe i kam marrë më të mirën, edhe jam shumë mirënjohëse për atë. Absolutisht, edhe ti ke dhënë më të mirën, por edhe ai vend ka dhënë ty më të mirën. Po, e vërtet shumë. Absolutisht, dhe mirënjohja është një element që unë mendoj që duhet jetë absolutisht shoqërues i jetës, por unë dua të them këtë që se në YouTube, se në ekran, se kudo, Engji, ti duhet të kemi të shohim qoftë edhe 2 minuta në ditë. Ka lajme të mira. Ka lajme të mira. Do të them shumë shpejt. Ka lajme të mira, po të thash, është një pauzë aktive. Absolutisht një pauzë aktive me librin e fsheta syve tu të Engji Nasuvit Kladi Thaçit, edhe shpresoj shumë tani që do të shoh diku edhe me shumë dëshirë dhe do të ndjek. Faleminderit shumë që ishe këtu. Edhe shumë sukses edhe për ty. Shumë faleminderit që ishe këtu. Miq, ne takojmë në episode tjera. Mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.